Tiparët e kulturës dhe qytetërimit islam. Islami shpesh është në atak të perëndimorëve si shkak i paragjykimeve fetare, politike, ekonomike e kulturore. Islami nuk u kuptua në aspekt të perceptimit të jetës, punës dhe çështjeve eskatologjike. Prandaj edhe në vazhdim do t'jepen disa parime, të cilat e bëjnë të ndryshëm Islamin kundrejt tjerave. Tipari këto që Islami nuk i mbylli për vete, por i la të lira për të gjithë të interesuarit. Tauhidi, bazë për kulturën dhe qytetërimin islam. Kultura dhe qytetërimi islam si kulturë dhe qytetërim global, për hir të parë bazohen në tauhid, monoteizëm të pastër, i cili pohon se Zoti është një dhe i vetëm, dhe se ai i vetmi adhurohet dhe lutet. Vetëm ty të lutemi e të adhurojmë dhe vetëm prej teje falje kërkojmë. Kaptina El Fatiha, ajeti 5. Ky perceptim i thellë monoteizmit ka pasur ndikim të madh në ndërtimin e njerëzit dhe lirimin e popullit nga padrejtësia e sunduesit dhe njerëzve influencues. Ky perceptim vendosi kritere të shëndosha që gjatë shekujve ta mbajnë larg njeriu nga politeizmi, ateizmi, supersticizmi apo izmat modern të 2 shekujve të fundit. Ky ishte shkaku që muslimanët huazuan e përpunuan nga grekët e të tjerët dituri të shumta, por kurrësësi nuk gabuan në idhujtari. Nuk e përkthyen Iliadën greke, apo nuk huazuan kopjimin e skulpturës, kështu që do ta gjejmë mjekësinë greke, matematikën greke, filozofinë greke, por jo edhe gjinit shkencore që kanë politeizëm. Shkenca dhe edukimi, bazë të kulturës dhe qytetërimit islam. Islami është fe e cila arsimimin dhe edukimin e ka vënë në rind të parë. Prioriteti çdo prindi është arsimimi dhe edukimi i fëmijëve. Në gjuhën arabe ka 3 shprehje për arsimim, të cilat prezantojnë 3 përmasa të procesit edukativo-arsimor në konceptin islam të jetës. Më së shpeshti përdoret fjala ta'alim, e cila shënon dijen e cila arrihet nëpërmjet arsimimit shkollor. Gjithashtu përdoret dhe fjala terbije, e cila shënon gjendjen e edukimit shpirtëror dhe etik. Fjala e tretë me rëndësi është edhe ta'edib, e cila sugjeron zhvillimin e personit me sjellje të mirë shoqërore në pajtim me parimet morale islame. Siç mund të kuptohet, arsimimi në islam kundrohet si proces që përfshin njeriu në tërësi, pikpamje racionale, shpirtërore, por edhe shoqërore. Dhe arsimimi, dija, ka për qëllim aktualizimin dhe përsosjen e njeriut si të tërësishëm. Në rrafshin historik, kjo kërkesë manifestohet në personalitetin e Muhamedit a.s., jetën dhe shembullin e tij, përkatësisht në arritjen e dijes intelektuale, nëpërmjet zbatimit të arsyes dhe logjikës, por nga ana tjetër dhe dijes shpirtërore, nëpërmjet shpalljes hyjnore. Kultura dhe qytetërimi islam për të gjithë. Kurani ka shpall unitetin e përgjithshëm njerëzor. Prejardhja, ngjyra, raca, gjuha janë vetëm ndryshime që duhet shtuar mençurinë për menaxhim. Janë vlera që duhet respektuar, sepse të tillë jemi të krijuar dhe askush nuk ka vlerë më të madhe se tjetri dhe i ndryshmi. Allahu i madhëruar thotë: O ju njerëz, ne ju kemi krijuar juve nga një mashkull dhe një femër, dhe ju kemi bërë popull e fise, që të njiheni në mesveti. Më i miri për jush është ai i cili është më i devotshmi. Kaptina El Hujurat, ajeti 11. Duke formuar këtë unitet, Islami ka përfshirë në gjirin e vet të gjithë mirësitë e botës, nga e kaluara e deri sot. Jo në suaza të një gjuhe e një kombi, por në suaza të gjithë botës në hapësirë dhe kohë. Ndaj emrat si Ebu Hanife, Maliku, Shafiu, Ahmedi, Suhejb Rumi, Selman Farisiu, Bilali, Buhariu, Abduhu dhe shumë të tjerë, janë njerëz me provinca të ndryshme, por me një synim të përbashkët.
Parimet morale dhe drejtësia, shtyllë e kulturës dhe qytetërimit islam. Parimet morale janë konstant në të gjithë kohët e islamit për të gjitha fushat. Ato kanë shërbyer si parime e jo mjete për pushtet, dominim, shfrytëzim ekonomik e tjerë. Kur këtyre parimeve morale ushtohet dhe drejtësia dhe e vërteta, atëherë çdo gjë tregon se e mirëfillt apo ndodh. Prodhimi i kësaj kulture dhe qytetërimi meriton respekt, admirim dhe transparencë. Në shtetin burimor islam nuk kemi probleme si raportet fe-shtet, fe-kish-shtet, shtet-xhami, imam e tjerë. Ajo që ndodhi në kristianizëm ku kisha pengonte diturinë nuk ndodh në islam. Përkundrazi feja ishte shtylla kryesore e shtetit. Shteti përfillte rezultatet e ekspertëve, madje u bindej atyre, duke i aprovuar dhe zbatuar mendimet si norma ligjore. Kryetari i shtetit, halifi, njëherët ishte dhe prijes fetar, Emirul Mu'minin. Kurani dhe Suneti, bazë solide për përparimin shkencor. Krijuesi që nga fillimi ka komunikuar me njeriu, format e komunikimit kanë qenë në nivel të zhvillimit të tij. Prandaj dhe komunikimi ka filluar nga mesazhet e vogla e deri në librat hyjnor. Dërguar Musës alayhis salam, Davudit, Isait dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por mësimi nuk është zhvilluar vetëm në rrafshin vertikal, Zot njeri, por edhe në rrafshin horizontal. Përcjellja e dijes nga vendi në vend, nga njeriu te njeriu, nëpërmjet kësaj apo ndonjë rrugë tjetër. Ato që e përjetuan dhe popujt tjerë, edhe muslimanët kaluan nëpër 3 faza. Faza e parë është e pranimit të dijes. Faza e dytë është e avancimit të saj. Dhe faza e tretë është përcjellja më tej. Në këtë aspekt Kurani dhe hadithi, Sunneti, kanë hapur shtigje, kanë përkrahur njerëzit dhe kanë garantuar mëshirën e krijuesit për protagonistët e vyeshëm. Një autor perëndimor gjendjen e para Kur'anit e shpjegon si raporti i njeriut ndaj natyrës, para shpalljes së Kur'an, që rrëgjuar ose në frikë, ose në admirim dhe adhurim. Për shkak të frikës së njerëzve ndaj disa krijesave, ato adhuroheshin, që të shmanget rreziku, duke krijuar raport korruptues me krijuesin. Kurse disa dukuri të tjera për shkak të raportit të interesit dhe dobësisë nga ana e njeriut janë adhuruar, si uji, zjarri, trupat qiellor e tjerë. Apo krijesa në natyrë si shtazët, lopët, macet, shpendët apo diçka tjetër. Islami nuk njeh konfliktin fe-shkencë, dhe çdo konflikt i tillë në shoqërinë muslimane gjatë historisë është importim i dëmshëm i qarqeve rigide. Shumica e historianëve musliman karakterizohen me përparimin e rezultateve të shkallës botërore. Në vend të përmbylljes. Ngritja dhe rënja e kulturës dhe qytetërimit islam gjatë historisë drejt për së drejti varet nga zbatimi apo mos zbatimi i Kur'anit dhe hadithit, dhe mësimeve të dala nga këto 2 burime, të cilat janë parësore. Islami ofron model jete, por kërkon dhe disiplinë rigoroze për se ndërtimin e këtij modeli. Nuk mjafton vetëm përsëritje mekanike e citateve kur'anore dhe hadithore, por angazhimi pashoq për gjetjen e rrugëve e rrugicave drejt suksesit në këtë dhe në botën tjetër. Muslimanët e suksesshëm gjithnjë patën para vetës respektimin e punës shkencore, patën përkrahjen e klasës sunduese dhe të pasur ndaj dietarëve, gatishmërinë e muslimanëve për bashkëpunim me kultura dhe qytetërime të tjera, respektimin e gjuhës arabe si gjuhë shtyllë për gjatë botës muslimane dhe kushte të tjera. Bota jo muslimane ka të drejtë të ruaj bindjet e veta, por nuk ka të drejtë të shtrembërojë të vërtetën historike në raport me muslimanët, sepse një ditë shtrembërimi i të vërtetës do t'u hakmerrët vetë atyre. Është bindja se heshtja e të arriturave muslimane në të kaluarën
nuk është harresë e paqëllimt, por është heshtje me komplot, me qëllime të ulta që nuk dallojnë nga periudha e inkuizicionit, kryqëzatave, kolonializimit dhe neokolonializimit bashkëkohor.